Të nderuar teleshikues, përshëndetje, ne vazhdojmë me edicionin informativ këtu në A2 CNN. Në fillim të këtij edicioni do të flasim për protestat e ditës së dieshme në Beograd, protestat të cilat në fakt vazhdojnë prej muajsh, të iniciuara nga studentët, po tashmë të përqafuara nga të gjithë qytetarët dhe që pikërisht ditën e dieshme eskaluan edhe me dhunë ndaj protestuesve. Për të mësuar më tepër mbi atë çka ndodhi në Beograd, kërkesat e studentëve dhe të qytetarëve dhe reagimin e presidentit Aleksandar Vučić, ne lidhemi në këto momente me gazetarin Idro Seferi, i cili na bashkohet pikërisht nga Beogradi. Idro, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. Flasim për protestën e ditës së dieshme. Studentët kishin vendosur një ultimatum, ata kërkonin shpërndarjen e parlamentit. Cili është qëllimi i tyre kryesor, i cili me sa duket tashmë është dhe një qëllim politik? Një muaj të fundit studentët kanë dalur me një platformë politike, ata thonë që do të kenë një listë të tyre me emrat e kandidatëve të pavarur, pra të cilët mund t'i përfaqësojnë në kuvendin e Serbisë, për shkak se thonë se qeveria dhe institucionet nuk kanë gjetur legitimitet që të përgjigjen për kërkesat e tyre dhe se shpërndarja e parlamentit duhet të ndodhë në mënyrë që në vend të vendoset një qeverisje e cila pra ka legitimitet dhe është e aftë për të zgjidhur problemet në Serbi. Protesta ishte paralajmëruar në ditën siç njihet dita e betejës së Kosovës për të protestuar pra në sheshin Slavia, që është një nga sheshet më të mëdha të Beogradit dhe një mashim nëpër qytet deri tek ky vend. Analizat e atyre që njihen si ekspertë të pavarur ose të një qendre që quhet Qendra për Dokumentimin ose Arkivimin e Tubimeve Publike, thuhet që kanë qenë 140.000 protestues në shesh dhe gjithçka ka qenë e qetë nga ora 18 deri në orën 21 kur u mbyll protesta zyrtarisht, por qytetarët vazhduan të qëndrojnë një pjesë e tyre në rrugët dhe sheshet e Beogradit dhe pra u nisën drejt parlamentit të Serbisë, ku mbahej një tubim tjetër ose ai tubimi i studentëve 2.0 siç njihen, që janë pro-qeverisë në Serbi dhe që nga muaji mars vazhdojnë të qëndrojnë në një kamp të improvizuar me tenda para presidencës së Serbisë në parkun që njihet si Parku i Pionirëve, dhe përdeshjet kanë ndodhur në disa vende të ndryshme pa arritur tek kjo pjesë dhe kanë zgjatur për disa orë, pra dhe ka pasur një numër të madh të njerëzve të lënduar, 22 persona civil kanë kërkuar ndihmë në qendrat emergjente, ndërkaq po ashtu 48 polic raportohen nga Ministria e Punëve të Brendshme si të lënduar gjatë këtyre protestave. Është vështirë të thuhet nëse të gjithë ata që janë lënduar kanë kërkuar ndihmë. Policia ka arrestuar 38 persona dhe politikisht natyrisht kjo e sjell Serbinë në një ndryshim të situatës, për shkak se për 7 muaj sa kanë zgjatur reagimet në protesta pra që nisën në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar. Nuk ka pasur incidente të tilla, ka pasur incidente më të vogla, sulme ndaj protestuesve, studentëve, rrahje, shkelje me makina, por jo një përdeshje me policinë siç ishte kjo Në përleshjen e ditës së dieshme, mendoni se ishte policia ajo që mori iniciativën e para dhe nisi sulmet ndaj protestuesve për t'i shpërndarë ata, apo pati edhe nga ata protestues që ishin përgatitur për të bërë provokime dhe për të çuar pastaj në këtë eskalim dhune? Po ka pasur, do të thënë, një raportuar dhe parë persona me maska fillimisht aty, dhe policia ka reaguar, por ka pasur një lloj përgatitje psiqike që mund ndodhen incidente dhe kjo sidomos
për faktin që janë arrestuar disa persona që thuajse lidheshin me akte të mundshme terroriste dhe paralajmërime të vazhdueshme nga institucionet e sidomos nga presidenti Aleksandar Vučić që në këto protesta mund të ketë pra një lloj